Atëre, shkojmë në dhomën e ndenjes, ndërkohë që Selin kthehet aty, sepse ishte pikërisht ky takim dhe mënyra se si ky takim shkoi, pra nga një takim surprizë që thuajse, po të gjithë banorët aty brenda, ata 8 që kanë ngelur e kanë përjetuar gjatë këtij edicioni për t'i dhënë mbështetje, suport, ku diu, një lloj kurajo për të shkuar përpara aq më shumë kur kanë ngelur pak kohë nga fundi i këtij edicioni, ndroi komplet rrjedhën e ngjarjeve. Dhe natyrisht shumë prej banorëve, mbase edhe me të drejtë, e komentuan të gjithë këtë çështje si një lloj viktimizimi, pra sikur familja e saj po viktimizohen përmes kësaj situate, dhe natyrisht shkëmbimin mes meje dhe Mirit e mbani mend kur Miri në fund të episodit ishte në pikën kur çfarë po bëjmë, apo luajmë teatr apo jemi në një reality show. Shohim klipin dhe e komentojmë së bashku. Ti sot duhet të vish me mamin në shtëpi, sepse deri këtu ka qenë rrugtimi jo. 48 orët e fundit kanë qenë përdhosje dhe përulje shumë e madhe. Ti i përket 2 vetartit, nuk i përket 2 njerëzve që nuk duhet të bëjnë këtë gjë. Ky mesazh që ju donit t'i çonit Selin i shkoi. Pastaj i takon asaj që të marrë një vendim. Po pra ne i kanë kap gjanat e vogla vlla. So ka kanë çajt rrokt të vlla jashtë. Rrjeti e ka saj. Atë që bani nëna vetë sot, këtë e pranoj. Për mu duk të li fije shumë arroganti një kësisht. Lena në s'mu punëm të ashtja së gjatë. Shkoni me njëra tjetër, nuk i kena. Dynje, që ti kena bani vajzë tane? Ishim gjithë fjale që kënë zjarë vetë. Janë gjarë më serioze se kalamaj dhe luaj i gjëra. Po unë e di shumë mirë pse ka reagu ajo. Po problemi është që këtu interpretohet ndryshe. Unë e njoh famin tim, edhe thash nuk marr asnjë hap në jetën time pa bekimet e familjes time. Jam njëkohësisht aq e mllëfosur sa që në këtë rrugtim 2 njerëz të atij niveli, 2 burra që pretendojnë të fitojnë në krah të një vajze, nuk do t'i lejoja kurrë dhe do t'i lejoj kurrë. Me Selin Bollatin, jo ato të 2, po edhe 10 si ato nuk tallen dot. Po ti kunoshon ne vajzën, e gru, o pler, po ti kunoshon ne, po ne a kena familje, më pler, qasta ke thënë ti për familje tonë. Më lëgojë që vete ke ba. Por reagimet e familjarëve tanë nuk ku janë. A ka nej problem gruaja ime me Selinin që ka thënë je burri martuese, mos kishte që burri marton ti. Qa do me nda nga gruaja? Unë po të doa ta e kam kështu. Qa do me dhe ne kam kështu? Mos do vi gruaja ime do i thot qa e këti kështu, burrin time këti kështu. Lena nuk e meritojnë, mja ja fitojnë të rogën. Hajde me bërnesh se një fëmijë, shon e ty në pecë. Ti është desha me të thënë që të respektoj edhe të kërkoj falje si njët nana jote, aq. Unë nuk u prejka fare, fare. Kjo të rëgën dopsi, kjo ana loj saj, që lojën ja ka ba familjen dhe jo ne këtu. Por mos më gjuj, mu se do të gjuj. Faj anon nga ty, por dhe ajo vajzë e ka pas dëshirë. Faj nuk anon nga unë. Faj anon nga ana saj. Nuk është aq e pafajshme, të paktën sa çdo lisat. Por derisa ajo mori këtë lloj informacioni dhe vazhdon lojë shumë mirë, e fortë për vetën e vet. Lojën për vetën e vet, kur ama në lojë jemi në lojë. Mos u mërzit. Ke dhënë shumë për këtë lojë. Nuk e di, do kisha dashur shumë me përqafuat mamin tanë. Edhe i kërkoj dhe unë ndjes, nëse ndonjëherë realisht kam ofenduar. Dhe ti nuk e kursy, nuk e kursy ti. Ti e ke bërë njësoj lojën e egër, si që ka bërë Roberti. Me ofendime, me prekjen palës në moral. Nuk ka qenë qëllimi për të ndjerë keq prindrit tanë apo familjarët tanë. Nuk e kam bërë këtë me qëllim të keq, nuk kam ofenduar, nuk kam bërë asnjë koment negativ. Unë i kërkoj ndjes të dyjave, ty, mamas tënde dhe familjes tënde. Unë do mundohem nga sot e tutja, nuk do kem asnjë koment negativ, asnjë fyerje drejt për drejt, ama këtu në lojë jemi përballë dhe do flasim për lojë. Nuk kam thënë një gjë që e kam sajuar dhe ajo vetë ka para të skenë, por nuk e thot. Dhe unë nuk thash asnjë gjë me gojën time. E ka thënë tjetër kush. Po, dhe tjerë interpretim.
Nana jote erdhi dje, të bani show që do lesh, se si që ti e Zoja, për me qëndru për gabimet që mendon ti kemi bane, që ne s'kemi bane si gabim. Dreqin je tje dhe çfarë dreqin kërkon tu dhe mënyrës si do të fitosh në brenda, për surratin tani kanë dalë kundra fjalës tanës tema. Mora vesh. Ana jote do të më teç nga show. Sepse ti po u degradosh ditë ditë. Shumë ndiktu me njerëz të tjerë, është më shumë krenar janë për ato që më presin jashtë saj dere. Këto të tre kanë ardhur dhe ma kanë përdorur mua figurën e nënës time. Pse? Sepse këto janë shumë të dobët. Ka bë lëvizjen e duhur për të çu vajzën e vet në finale si llokum, edhe për të dhënë një shans për ta fituar, se e ka ditë, e din se e ka poshtë. Familja i ka bë lojën, se ka bë Marcelin. Ti ke vendos ta bësh atë lojë dhe të dalësh ti sikur e pafajshme. Po, ke shumë drejt. Unë kam vendos, unë kam thënë që çon dy burra edhe një vajzë që duke thënë që ti e kokra e. Ke shumë drejt. Po shumë turp për të dhe më vjen shumë keq se si ajo vajzë po e dëmton veten e saj dita ditës edhe më shumë. Për karakter, për burrori, për edukat, personalitet, integritet, ti je zero me xhu. Të kam thënë, ti duhet punoje ato vijat e bardha të rrugës. Aty e ke vendin. Sa shumë i duan këto 100.000 euro që nuk po i lejnë më fytyrë vetes së tyre. Ajo valle çame është me zburrash kur dalun jashtë, që do takoj vllahën e vet parat, pastaj babën e vet kudo që ti. Me pas ti shans. Do ja kërkoj unë llogarinë. Kush drejt që mendon se je Ti kërkosh llogari, ti s'ke guxim me ndal nuk përball. Asi. Selin po tenton në çdo moment që të ulin mirin lojë. S'ke shanse ti të mundësh mua. Se je dy njerëz të dështuar në një moshë të ishin duke dhënë shembull. Inshallah bëhet vajza tani si ju. Inshallah i bëhet vajza si ju. Çfarë themo? Inshallah i bëhet vajza O si ju. budall, tash inshallah bëhet vajza jote tani si unë. Tash si unë, siç ma ka uru. Baba jot ka dash me një lloj si ky burr dhe nuk ka arrit dot. Tani nëna jote kur e ka pasë s'ka arrit baba jot, ka dash me një lloj në dyve. Selin është xheloze për mirin në lojë në maksimum.